Gruaja që e martoi burrin e saj. Ishte një burr dhe një grua që u deshtën shumë. Ata u martuan qysh në moshë të re. U martuan nga prindrit me pëlqimin e tyre. Ishin nga çiftet e dalluara të kohës së tyre, e donin shumë dhe respektonin njëri tjetrin. Asnjëherë nuk ishte kacafytje mes tyre. Të gjithë i kishin shembull se sa bukur jetonin e asnjëherë njëri tjetrin nuk e tradhtonin. Çifti kaloi disa vite martesë dhe ende nuk ishin gëzuar me fëmijë. Jo pse nuk donin ata, por gruaja nuk linte fëmijë. Burri edhe pse e dinte që problemi nuk është tek ai, por tek gruaja, ai asnjëherë nuk fliste për një ndarje apo martesë të dytë, sepse e donte shumë gruan e tij dhe pranoi ashtu të jetonte, pa fëmijë, vetëm ata të dy. Mirë po, me kalimin e viteve, gruaja e kuptoi që do ta ketë të vështirë të lindë fëmijë, pasi tashmë po futeshin në moshën e mesme që të lindesh fëmijë është goxha e vështirë, pasi edhe vetë mjekët nuk i kanë dhënë ndonjë shpresë. Kjo e bëri që gruaja e cila heshti për një kohë të gjatë të mendoj se burrin duhet ta martoj me një grua tjetër. Ndonte se ishte një dhimbje apo plag që nuk e mendonte se do të vi dita, por duke menduar dhe analizuar situatën, moshën dhe kohën që ishte, ajo mendoi dhe i tha burrit të saj: "Martohu, ndoshta Zoti do të na gëzojë me fëmijë." Teksa i dridhej buza në vaj, përderisa i tha burrit që të martohet. Burri si fillim e mori me shaka, jo seriozisht, pasi nuk e mendonte ndonjëherë që mund të martohet me dikën tjetër, veç gruas së tij që ai shumë e donte. Por gruaja një ditë nga ditët u ul pranë tij dhe filloi të çaj, e burri e pyeti se çfarë ke, çfarë ka ndodhur. Gruaja i tha: "Burri im i dashur, këto 20 vite martesë nuk kemi fëmijë. Mjekët nuk na kanë dhënë ndonjë shpresë që mund të gëzohemi me lindjen e fëmijës. Problemi është tek unë e jo tek ti. Andaj martohu me një grua tjetër. Ne çdo ditë po plakemi, kemi nevojë që dikush të na shoqëron. Kemi nevojë për zhurmën e fëmijëve, andaj nuk është e lehtë për mua, por ti martohu me një grua tjetër duke shpresuar që do të gëzohemi me fëmijë. Unë dua të shoh me pasardhës, duke shpresu që ditën që martohesh të mos me harrosh." Burri mbeti shtangur dhe i befasuar. Heshti e pastaj filloi të çaj dhe u ngrit nga vendi që ishte. Gruaja i shkoi mbrapa dhe i tha: "Nuk bëra shaka. Shihe jetën, ne po plakemi. Kush do të na shërbej? Kush do të na bëj shtëpinë pes? Kush do të na bëj zhurmë? Andaj le të gëzohemi bashkë të dy. Martohu, burri im i dashur." Burri disa ditë nuk fliste asnjë fjalë, rrinte në heshtje, derisa gruaja vazhdimisht ja kujtonte se duhet të martohet. Çdo ditë gruaja i thonte se "Shiko, martohu, a ka ndonjë të re?" "Për sa kohë je në moshë të re, burri im i dashur, martohu e na gëzo me fëmijë." Burri pranoi të martohet nën emocione teksa i tha gruas: "Po, do të shikoj mundësinë për një grua. Zoti na dhash fëmijë." Kështu, pas një kohe, burri i dha lajmin gruas se do të martohet. Në këtë ditë dhe në këtë orë do ta bijë në shtëpi. Burri filloi të çaj teksa gruaja i jepte kurajo se duhet marrë gruan tjetër dhe të gëzohemi me fëmijë. Erdhi dita dhe koha që burri ta binte gruan e dytë në shtëpi. E tëra kjo me kërkesë të gruas së parë, pasi nuk kishin fëmijë. Burri me makinë u fut brenda. Gruaja doli dhe i priti me buzëqeshje, teksa i rrjedhnin lotët. Burri ndonë se i gëzuar ju mboshën syt me lot. Pas një kohe, ata u gëzuan me lindjen e fëmijëve. Kështu, kjo familje nga 2 antar u bë me shumë antar të familjes, me djem dhe vajza. Kjo është grua mençur e cila e martoi burrin e saj dhe u shtua familja.